nuk do t'ju zëvendësohet asnjëherë, cili do qoftë vendimi i drejtësisë për rastin në fjalë. Ndryshojmë temë. Flasim për politikë. Dhe përpara se të kaloj tek ato pyetje klishe PD Saliani PS Spiropali, unë dua të dalem tek një nismë kombëtare thua ti për revizionimin e së djathtës. Në fakt, duket si temë elitare, por nuk është as pak temë elitare, sepse në këtë vend e djathta ka qenë gjithmonë shtresa më e nëpërkëmbur, vinte nga një nëpërkëmbje thuajse shuarje 45 vjeçare, erdhi në një sistem që është pluralist, ku duhet të merrte pronën, duhet të rikthej dinjiteti. U mjaftuan me ca këstet për ndjekur që nuk e di se si janë, u morën të gjitha, s'u morën të gjitha, i gëzuan ata të brezi i parë që vuajtën, shpresoj shumë t'i kenë gëzuar pasardhësit e tyre, i kanë marrë pronat aty ku janë apo kanë dalë pronarë të rinj, nuk e di. Pse kjo nismë kombëtare dhe pse këto pikat të cilat do t'i krahasoj? Si e sheh ti të djathtën tani? Unë mendoj se ne kemi një skicë të gabuar të çështjes së të djathtës shqiptare. E djathta shqiptare nuk është çështje tifozerie dhe bëhet shumë gabim që duan të na paraqesin si tifozeri. Çështja e përndjekurve politike, përmendët ju. Gabimi më i madh dhe fataliteti ka qenë kufizimi tek kësti. Vetëm tek kësti, pra të përndjekurit politik nuk kanë rënë në burg për këst. Dhe nuk janë përndjekur për këste dhe për lek. Janë përndjekur sepse kanë guxuar të kërkojnë një sistem politik tjetër dhe për t'i shpaguar mënyra më e mirë është të ndërtosh një sistem politik në të cilin të performojnë. Një sistem politik nga i cili do të përfitojnë edhe ata që e quajnë veten djathtë, edhe ata që e quajnë veten të majtë, edhe ata të cilët nuk deklarohen me spektër politik. Çështja e pronës, ka qenë këtu fondi i tokës dhe i pronës, më shumë kanë marrë prona shefat e policisë të dy pushteteve, se sa vetë pronarët që kanë pasur pronë. Dhe ju ka humbur dhe kuptimi i pronës, se duke qenë familje, duke shkuar në shumë trashëgimtar, ju bie nga 50 metra tokë ose një hise secilit. Pra këtu, çështja e djathtës nuk është vetëm vizatimi historik, se vizatimi historik është i vlefshëm, por është problematik. Është vizatimi për sot. Çfarë do të thotë sot? Nuk mund të futet në tifozerinë të shkuar dhe ta interpretosh në kohën e sotme. Ne po flasim, do të jesh i djathtë sot. Llogarit sa njerëz ke pa pronë dhe bëj me pronë. Sa njerëz ke në varfëri ekstreme, merrin nga varfëria ekstreme me politika dhe kalojnë në një mirëqenie. Kjo është çështja e pronësisë. Flasim për çështjen e familjes, gjithmonë flasim biologjikisht. Nuk thon asnjëherë që familja është njësi ekonomike, dhe një familje nëse nuk ka para degradohet. Në krahasimin më banal futet sherrri në shtëpi, kur nuk ka ekonomi. Pra familja nuk është vetëm njësi biologjike, është dhe njësi ekonomike. Megjithatë që ta sjellëm tek e djathta, ke 3 pika në të nismën tënde, të cilat janë komunizmi si biologji, e djathta gjenetike dhe krahinizmi. Çfarë janë këto pika? Pse ke ndërtuar narrativën tënde të nismës kombëtare në këto 3 pika? Këto kanë qenë vetëm 3 nga pikat, të cilat i kemi konsideruar të rëndësishme. Unë mendoj që ky krahinizmi është diçka shumë e keqe dhe vetëm e djathta nuk mund të ishte krahinore, sepse duhet të jetë kombëtariste dhe gjithë përfshirëse. Pra e majta vetë, e majta ideologjike e konsideron të djathtën si pro-kombit dhe kombin e konsideron si produkt të burgjezisë. Këtë të djathtë krahinore. E djathta në Shqipëri është vizatuar keq, sepse ai që është lideri historik i së djathtës ka vizatuar një krahinizëm që të ketë mundësi që nëpërmjet polarizimit dhe bazamentit social të 300.000 gegëve në Shqipëri të jetoj si faktor destruktiv dhe përjashtues, dhe jo duke e bërë të djathtën një faktor përfshirës në shoqëri. Dhe krahinizmi është antikombëtar. Partitë komuniste ka një përshkrim në statutet e tyre ku thonë që jemi reparti lëvizjes internacionale ndërkombëtare. Dhe lëvizja internacionale ndërkombëtare ka armike kombet. Pra vetëm të djathtës nuk i lejohet të jetë krahiniste. Duhet të jetë djathta gjenetike vetëm? Nuk është genetike, se po ishte genetike është komuniste dhe naziste. Nuk ka të bëj. Kriteri kryesor i djathtëve ka qenë meritokracia. Nuk ka lidhje kush ke qenë dhe çfarë prejardhje ke. Vetëm Hitleri e bënte këtë, edhe vetëm Enver Hoxha, pastaj që bënte gabim politik një individ dhe i përsekutonte dhe internonte gjithë familjen. E djathta duhet të jetë e kundërta e kësaj, sepse bazohet mbi disa kritere ideologjike
dhe jo kritere genetike dhe biologjike. Pra biologjizimi i të djathtas e para është një betejë humbur, sepse vetë Partia Demokratike është drejtuar nga njerëz të cilët o kanë qenë sekretar të Partisë Komuniste, o kanë qenë bij të etërve, si që shajnë këta sot, dhe beteja e të djathtas, duke u bazuar tek gjenetizmi, është një betejë humbur, ka përfunduar. Nëse bën të sens 3 vitet e para ose 10 vitet e para pas vitit 19, sot nuk ka asnjë lloj kuptimi, është betejë humbur dhe është turp që dikush t'i thot vetes i djathtë dhe të bëj analiza genetike ose prejardhje familjare ose biografi familjare të tjerëve. E djathta ka individualitetin, nuk ka lidhje me prejardhjet, me genetikat. Këta ngatrojnë nganjëherë dhe të djathtën me feudalizmin, që nuk janë gjë e njëjtë, por futen tek feudalizmi, futen tek gjenealogjia familjare. Mirë, sipërmarrësit apo bejlerët e asaj kohë që mund t'i quajmë sipërmarrësit më të, pra mund të heqim paralele me këtë kohë që janë sipërmarrësit më të fuqishëm, pinjollët e tyre që edhe ju shkatruan breza në komunizëm kanë të drejtë tani që të jenë përfaqësues të tyre.